Salmi 37. Fati I të drejtit dhe I bankeqit. Mos u zemëro kundër bankqivet, as mos u aki lakmi atyre që bëjnë keq, sepse do të thahen më shpejt si kashta e do të kalben si bari I njom. Shpreso në Zotin e bëj mirë. Kështu do të banosh tokën e premtuare, do të jetosh në paqe. Vere gëzimin tënd në Zotin e ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sate. Lëshoje në dorën të Zotit fatin tënd, shpreso në të dhe ai do të kryej gjithçka, do të bëj në shëndrit si drita, drejtësia jote e drejtën tënde por si mesdita. Kështu para Zotit e shpreso në të e mos u zemëro për shkak të ti që punët I ecin mbar për njeriun që ndjerron tradhti. Hiqu zemërimit e largoje hillërimin, mos u kastigo se vetëm prish punë, sepse ata që bëjnë keq do të shuhen, kurse ata që shpresojnë në Zotin do të trashëgojnë tokën. Edhe pak kohë e bankçi do të sharrojnë, tani ai kërkon vendin e s'do t'ja gjesh, kurse të butët do të trashëgojnë tokën e do të kënaqen në paqe me një të mira. Bankeqi I veprita të drejtit kundër të ti kërcëllon lëmbët, por Zoti e përqesh atë, sepse e sheh se do të vijë dita. Gatarët vërgëlluan shpatën dhe ngrehen harpun për ta shtruar për leje nevojtarin e skamënorit, për t'i vrarë ata që ecin udhës së drejtë. Shpata e tyre do të shpëtoj zemrat e tyre, harku I tyre copë e grim do të bëhet. Më mirë pakica e të drejtit, sepse pasuria e madhe e bankeqit, sepse krahët e bankqive do të thyhen, ndërsa të drejtët I mban në fuqi Zoti. Vetë Zoti mendon për jetën e të mirëve, trashëgimin I tyre do të qëndroj për amshim, nuk do të turpërohen në ditë të keqe, s'do të mungoj buka në kohë zije. Kurse bankçit, armiqtë e Zotit do të sharrojnë, por si stolia e fushave do të vyshken, do të zhduken por si tymi. I paull I merr hua e nuk them, ndërsa I drejti ka dhimbje e dhuron. Ata që Zoti I bekon do të trashëgojnë tokën, ndërsa ata që I lumi I mallkon do të shuhen. Zoti I forcon hapat e njeriut dhe përcjell me dashuri ullën e tij. Kur rrëzohet nuk thërmohet, sepse Zoti I mban përdoret. I ri qesh edhe e u plaka, por nuk e pash të drejtin që lën pas dore, as fëmijët e tij duke lypur bukë. Gjithmonë ka mëshirë dhe huazon, prandaj edhe pasardhësit e tij janë të bekuar. Hiqu të keqes e të bëj të mirën, e s'do të jesh I pa plagët e I pa shtëpi për amshim, sepse Zoti e do të drejtën dhe nuk I lëshon dorë armiqtë e vet. Bankçit me siguri do të shfarosen, brezëria e tyre do të shuhet, tokën do ta trashëgojë të drejtit dhe në të do të banoj për amshim. Goja e të drejtit e shkoqit dijen, gjuha e tij shpall të drejtën, ligji I hyjit të tij është në zemër të tij, nuk shqepojnë hapat e tij. I paull e I përgjon të drejtit,
I Paulli I përgjën të drejtit këqyrë si të vras, por se Zoti s'do të lëshoj në duart e tia, nëse gjykohet s'lejon ta dënoj. Prite me duresë Zotin dhe ec ullës së tij, ai do të bëj të mallë e do të trashëgosh tokën dhe do të shikosh shfarosjen e të Paullit. E pasha të Paullin tepër të lartësuar, të lartë, por si cedrin e kërthndez, kalova dhe ja nuk ishte e kërkova e nuk e gjeta. Ruaje pafajësinë e zbatoje të drejtën. Njeriu I paqes pas vetes djalin të Paullt, së bashku të gjithë do të shohen birë, as bij bakçi nuk do të lënë. Shpëtimi I të drejtëve vjen prej Zotit, ai është strehimi I tyre në ditë të ngushtë. Vetë Zoti u ndihmon, ai I ruan, do t'i liroj prej bakçive, sepse shpreson në të.